Para 2 ditësh, po vija në Myftini, edhe një zonjë, këtu afër xhamisë së Parrucës, po shiste mimoza. Edhe unë u hapita, sepse akoma është ftoftë, edhe mimozat janë lajmtare të pranverës, edhe thash subhanallah, ka shpejt kaloi koha, edhe pranvera po vjen. Edhe këto mezhlise, të cilat i nisim sot me praninë e hoxhës tonë të dashtun, janë si mimozat e pranverës, që paralajmërojnë mbritjen e njëstinë shumë të dashtun për gjithë secilin prej nesh. Këto mezhlise nuk janë asgjë tjetër veç se një tërheqje vëmendje, se një mik i madh, edhe njëstinë e begat, edhe shumë e dashtun për zemrat e gjithë secilit prej nesh, po janë bërrin, muj i mallnueshëm i Ramazanit. Edhe unë shpresoj edhe lutem që Allah Azza wa Jell me na ba prej atyre që e presin mujin e begat të Ramazanit në më të mirën e formave. Ashtu sikur se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam që përgatiteshin për Ramazanin jo një muaj përpara apo pak më shumë, po 6 muaj. 6 muaj e prisnin, 6 muaj e përcjellnin. Ne me këtë madhështi, me këtë islam, që kemi ditë të veçanta, çdo ditë të Allahu Dhul Jalal dhe netët janë të hajrit, ama Allahu Dhul Jalal na ka ngrit me disa ditë, si që janë pra dita e Xhumës, ditët e Ramazanit, nata e Kadrit, dita e Arafatit, këto janë madhështi, andaj duhet të shfrytëzohen, se këto janë dhunti, dhe ne me këtë din, me të vërtet jemi të privilegjuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u kri, atëherë jemi musliman ashtu si duhet. Përgjigjuni Allahut dhe pejgamberit kur ata ju ftojnë në atë që është jeta e juaj. Në praktikimin e islamit është jeta e jonë, lumturia jonë, kënaqësia jonë, shpëtimi jonë. Në praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kënaqësia dhe lumturia jonë. Allahu inshallah na mundson që ta pritim këtë muaj të bekuar që jemi në prag të këtij muaji Ramazanit, ashtu si ka hije, dhe jo vetëm për Ramazan, por ne jemi elhamdulillah musliman deri në frymën e fundit. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Zotin tënd deri në frymën e fundit.